Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek një lajm që në fakt ditën e sotme i ka stresuar të gjithë fansat e Gjestit. Nëse do të futemi në YouTube, ekziston ca tituj arrestimi i Gjestit. Në fakt u shqetësova edhe unë si gazetar që merrem me showbiz tashmë, për të kuptuar detaje se çfarë ka ndodhur rreth Gjestit, u tha në qoftë se Gjesti nuk do të paraqiteshte në seancën e radhës, domethënë do të kishte një thirrje ndryshe nga thirrjet siç ne jemi mësuar të dëgjojmë nga gjykata, por jo që do të kishte një arrestim për Gjestin. Dhe më pas kur hyra arrita të kuptoj që ishte debati nëse Gjesti do të thyente rregullat a do të kishte një arrestim. Në fakt më vjen shumë keq për këto tituj skandalos që po vendohen nga televizionet serioze në fakt për Gjestin, me tituj që realisht krijojnë shqetësim dhe realisht krijojnë pikpyetje të mëdha te publiku, por arrita të kuptoj që Gjesti është në gjendje shumë të mirë dhe thjesht po punon fort dhe po sillen projekte të bukura. Gjesti ditën e djeshme ka sjellur projektin Gasolina, një nga projekte që në fakt i dhuroi një rikthim të bukur në skenë, i dhuroi dashuri, i dhuroi pozitivitet. Është nga këngët që në fakt po komentohet, që po përflitet. Gasolina, nëse ju mbani mend, ka nisur që sezonin e kaluar veror, apo konkretisht që vitin e kaluar, Gjesti e punoi me dashuri këtë këngë, por fakti i problematikës që Gjesti kishte me Erkan Shabanin, kompanin Onima, e bën që Gjesti të mos ta postonte këtë këngën dhe të mos ta nxirrte Gjesti këtë këngën nëpër rrjetet sociale, gjë në të cilën Gjesti në fakt hoqi dorë nga ky projekt dhe nuk e bëri më. Por Gjesti tashmë ka vendosur që ta rikthej këngën Gasolin. Kënga Gasolin është mirëpritur me shumë dashuri, domethënë fansat e Gjestit janë të lidhur shpirtërisht për Gjestin edhe duan që të sjellin më të mirën të Gjestit, duan që të sjellin më pozitiven të Gjestit, duan që ta bëjnë Gjestin që të jetë i bekuar dhe vërtet kënga Gasolin pritet me shumë dashuri nga i gjithë publiku shqiptar. Por mbi të gjitha, Gjesti po vjen fuqishëm dhe po na sjell projekte interesante. Më vjen shumë keq për këto lajme bombastike që bëhen për Gjestin, janë lajme në fakt shumë të shpifura, lajme që realisht na bëjnë që ne të ndjehemi keq dhe na dhurojnë vërtet një pozitivitet edhe energji, na dhurojnë pozitivitet, lajme që janë të mira për Gjestin, po na dhurojnë energji të keqe. Për të gjithë ju që në fakt e besoni këtij lajmit, komentoni që nuk është lajm i vërtet, është krejtësisht lajm i rem. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë një nga lajmet që në fakt ka rikthyer vëmendjen e publikut shqiptar tek Big Brother. Ju e dini shumë bukur që sezoni që përfundoi ishte nga sezonet më të komentuara, ishte nga sezonet më të përfolura dhe të gjithë në fakt dëshironin të flisnin dhe të thonë diçka rreth atij Big Brotheri. Por raporti që u ndërtua brenda në shtëpinë e Big Brotherit mes Selinës edhe Rogertit ishte një raport që në fakt krijoi shqetësime të mëdha dhe solli pikpyetje të mëdha tek publiku për marrëdhënien e tyre. Si vazhdon të jetë marrëdhënia, pse u krijua ajo marrëdhënie dhe çfarë konkretisht ndodhi me Selinën dhe me Rogertin. Në fakt, Rogerti, siç duket, unë e kam thënë gjithmonë, raportin me Selinën ai e deshte. Rogerti kishte hyrë me thik të prerë që jashtë, e kishte atë skicën e lojës se si do ta bënte. Nuk e besoj që Rogerti mund të gënjejnë që i kanë thënë familjarët që ta ofronte Selinën dhe ta mbante afër Selinën, sepse unë e di shumë bukur që familjarëve të Selinës në atë kohë ju pengonte raporti që Selina kishte me Mirin, por gjithsesi Selina nuk arriti dot që ta kuptonte këtë mesazhin e Rogertit dhe ndodhi ajo që ndodhi, u krijua lufta e madhe.
Tani, ditën e sotme është përhapur një lajm ku Rogerti ka thënë që unë ja hapa rrugën mirit, do me thënë në aspektin unë e largova mirin, e dogja mirin deri diku, që Selina ta fitonte Big Brotherin sepse ishte rrezikuar nga që Miri kishte një fanbase të gjerë, por kishte edhe një bagazh shumë të madh artistik, do me thënë në fund të gjitha këto gjërat vlerësohen. Tani, pasi që produksioni e luajti lojën deri në fund, edhe krevatin e çoi deri në ditën e fundit, unë këtu, deri diku këtu, unë e mbështes Rogertin në deklaratën e tij, sepse vërtet Rogerti i ndihmoi shumë Selinën, se mendoj që po të mos ishin këto dinamikat që Rogerti i bënte, këto ofendime që Rogerti i bënte kundër drejt Selinës, këto sharje që Rogerti i bënte, nuk ma merr mendja që Selina do të ishte në atë stad që ta tregonte vlerën e saj pozitive, sepse Selina qëndronte e heshtur, Selina qëndronte më e tërhequr, mundoheshte që të ikën debatit dhe këto pika e bën Selinën që të ishte e veçantë. Unë mendoj që Rogerti ja rregulloi lojën Selinës dhe normalisht e doq Mirin. Do të thënë, Rogerti e ka thënë këtë gjën edhe pse Miri besoj që nuk e pranon, por unë mendoj që kjo situata ka qenë e këtill. Si e shikoni ju këtë dinamik?